Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mirëmbrëma, shikues të nderuar të televizionit Arbëria, mirë se erdhët në emisionin e radhës. Tani më temat politike e kanë kabluar si mediat, po ashtu edhe rrjetet sociale dhe shoqërinë tonë për faktin që viti 2025 ka qenë pjesë e proceseve të vazhdueshme zgjedhore, zgjedhje pas zgjedhje, për të diskutuar lidhur me përgatitjet e subjekteve politike për të hyrë në garën zgjedhore të 28 dhjetorit në zgjedhjet e jashtëzakonshme dhe problemet e administratës publike dhe të qytetarëve. Kemi të ftuar Aligashin, udhëheqësi i sindikatës së administratës publike, po ashtu njës i rrethonave politike. Përshëndetje zoti Gashi, faleminderit që gjetët kohë të jeni pjesë e televizionit Arbëria. Faleminderit, përshëndetje edhe juve. Tani më jenë bë rutinë zgjedhjet në Kosovë për faktin që qytetarët ju kanë drejtuar kutive të votimit 4 herë, po është hera 4 28 dhjetori. Apo lodha qytetari apo po forcohet në atë kuptimin e demokracisë? Që për të thënë që po lodha apo nuk po përforcohet, këtu do të bëhet një matje. Unë besoj që qytetari nuk e meriton këtë trajtim, për arsye sepse demokracia në vetvete e ka një parim. Themeloj institucione demokratike, institucione që do të jenë në shërbim të qytetarëve, që të mirët me hall dhe problematikat që kanë qytetarët. Ne jemi dëshmitar që pothuajse ka munguar dreza e problematikave, shqetësimeve, hallave dhe kërkesave të qytetarëve. Në vend që të është oferta për të ardhmen, për programe, për mirëqenie të qytetarëve, subjektet politike bëjnë garë kush po mundet me fajsu njëri tjetrin, ndërsa janë pjesë e të kalumës, e procesit të kalume, edhe i ngërqit politik. Si po shihni tani përgatitjet e subjekteve politike për të hyrë në garën e 28 dhjetorit? Fatkeqësisht që edhe në këto zgjedhje që pothuajse jemi afër, polarizimi është jashtëzakonisht shumë i madh dhe kjo është për të ardhur keq, për arsye sepse ky polarizim ka derivuar një ngjarje politik që kemi prej non shkurtit e deri me tani. Prandaj unë konsideroj që do duhej të reflektojnë dhe nuk do duhej ta përdorin gabimin njëjtë. Sido që tjetë, unë sa mund ta shoh, mund ta vlerësoj partitë politike sikur ju konvenon apo si ju shkon më përshtatës një gjumë polarizuese, për faktin sepse shohin si mundësi për me thithë sa më shumë vota, që në realitet kjo është një dëm i madh që i bëhet edhe shoqërisë, po edhe demokracisë. Subjektet politike po e orientojnë qytetarin, po kanë dëshirën e vet, për faktin që po krijojnë tema të ndryshme, edhe po e shpërqendrojnë vëmendjen nga ballafaqimi jetësor që ka qytetari. Si po munden të luajnë, të manipulojnë me qytetarin në këtë drejtim, për faktin që qytetari ka nevojë dhe kërkesa të shumta, ka shi pushtetit, ka shi subjektive politike për një mirëqenie më të lartë jetësore. Që ne kemi kaluar një fazë dhe ne them drejtën, ne jemi një lloj tranzicioni, por jo vetëm tranzicion ekonomik, kulturor, po tranzicion politik që realisht në teori është edhe në praktik është revolucioni më i vështirë. Dhe ky diskurs, kjo formë e partive politike ka ardhur si rezultat se në një farë forme ne si shoqëni kemi projektu shumë gjana dhe nuk është problem të manipulohen, për arsye se si duket nuk kemi shumë të artikuluar dhe ne realisht vetë kemi leju që partitë politike ta ndjekin këtë diskurs, për arsye sepse qytetarët do t'i interesojnë programi politik, do t'ja kërkoj programin politik. Bile konsideroj që duhet ta bind qytetarën që programi politik është program që i konvenon. Po le që nuk e bojnë këto, por realisht
qytetarët e kuptojnë në takimet të ndryshme, e thojnë ky program ose ky premtim është i paralizueshëm, por në anën tjetër e voton atë subjekt politik. Prandaj unë mendoj që duhet vedisohemi, duhet punojnë shoqëria civile, duhet punojnë të gjithë qytetarët, trejat, për arsye sepse ne detyrimisht duhet ta krijojmë një mendim shumë pozitiv edhe duhet i marrim përgjegjës partitë politike, pasi që unë konsideroj që janë jashtëzakonisht shumë të pakujdesshme tek premtimet. Janë numër të paktë, mos themi fare, që kërkojnë programa, kërkojnë konkurrencë programesh dhe krahasim programesh me subjekteve nga qytetarët, për faktin që zbatues të këtyre programeve janë vetë këta bartës politik. Edhe nëse është e shkruar, prapse nuk ndodh që të realizohen. Përgjegjësia dhe llogaridhënia nuk qëndron para qytetarit dhe kemi pa raste që tani po shohim që njëjti program përsëritet 2-3 palë zgjedhje. Them drejtë, nuk janë programa ato, janë thjesht deklarata tyre për me i plasu për opinion. Nuk janë programe të cilat thjesht i derivojnë qytetarëve dhe profesionistëve. Për të qenë program, nuk mjafton të jetë një broshurë që ta paraqet në një debat televiziv. Po ai program duhet plasohet në përmas të shoqëria civile, të grupet të interesit, të sindikatat, të qytetarët dhe të bujku, edhe tek ndërmarrët që mirën me ndërtimtari, në biznes krejt, që ta shohin në realitet çka ka para pa. Po këta thjesht e proklamojnë në aspektin veç deklarativ që kemi program dhe realisht ato janë programet të cilat janë të paralizueshme, sepse ato është një grumbull fjalësh, propozimes që japin para kamera, po në realitet nuk kanë as ide se si mund të realizohet. Dhe ne kemi pa që ka premtime të paralizueshme, premtime që realisht buxheti ndonjë shteti evropian mund ta përballoj, po jo edhe buxheti i Republikës Kosovës. Ma mirë është thuhet, kjo është mundësia buxhetore dhe të sqarohet edhe sindikalistit, edhe punëtorit, edhe ndërmarrësit, edhe bujkut. Kjo është për faktin se kjo është rrjedhja logjike. Po jo të thuhet, të dilet të thuhet, unë do të bëj kështu, thuhet si e magjistar, kurse na jemi dëshmitar që pothuajse është viti 5 i kësaj qeverie, që në realitet as 30% të premtimeve të cilat i ka dhënë nuk i ka realizuar. Dhe prap del, edhe thot, po në qoftë se vijone ka me bon këtë mrekulli, po ti nuk e bane. Ku do më bind mua që kemi bon mas 5 viteve? Ku do të me të besohën, por si do që tjetë krasë kësaj qytetari, po mendoj ndryshe. Pse po duhet të kalon shumë kohë deri të bindet qytetarët që të ndrojnë qëndrim, që të ndrojnë bindje politike për faktin i jep një mundësi, kalon ajo mundësi, jep mundësinë e dytë, kërkon prap tretën edhe prap është pengë i retorikave boshët e liderëve politik. Pse duhet ka shumë kohë derisa të bindet qytetari? Tham drejtën, është një fenomen që është për studim. Nëse mënyrë kronologjike e shef një kohë qytetarët e Republikës Kosovës i kanë besuar jashtëzakonisht shumë lidhjes demokratike të Kosovës, edhe që nga presidenti historik Ibrahim Rugova. Dhe u shkon problemet të bindesh për ndryshim. Pastaj vinë pas luftë parti tjera, siç ka qenë Partia Demokratike, Lidhja Demokratike dhe tjerat, që kanë kriju pastaj elektoratin e vet dhe po ti flasësh që nuk e ka mirë, thjesht kisha problem. Vjen edhe tani e kemi lëvizjen vetvendos si partia më e madhe dhe nuk e pranojnë kritikën. Dhe kjo është problemi që ne na duhet shumë kohë për me kuptuar që nuk shkon, nuk funksionon. Kjo është mungesa thjesht ndoshta edhe vedisimit qytetar shoqërisë. Unë pres që shoqëria civile dhe grupet e interesit, në rastin konkret edhe ne sindikatat, duhet ta luajmë rolin jashtëzakonisht që t'i bindin të antarësinë tonë, njerëz tonë, qytetarët tonë, që thjesht nuk duhet t'i jepet shansa askujt dy herë. Absolutisht 3. Për arsye sepse nuk kemi të bëjmë me 1 vjet, kemi të bëjmë me 4 vite. Dhe besoni që 4 vite janë të mëdha
për stagnimin e një shoqërie të tonë çfarë jemi ne. Për të qenë një shoqëri aktive, duhet të investohet nga pushteti, duhet të fuqizohen sindikatat, organizatat, rrjetet të ndryshme të aktivizimit për me qenë në këtë drejtim. Po në këtë drejtim kemi qaluar shumë. Po një element tjetër është që tani teknologjia ka bërë që çdo fjalë të ruhet. Edhe atë çfarë ka deklaruar para 4 vite, para 5 vite, dhe tani e sheh secili qytetar. A ka mbajtur atë që ka premtuar. Po prapë se prapë nuk pranohet një realitet i tillë. Po ashtu është jetën e vet, mirëqenien qytetare, që a ka ndryshuar, po morëm shembull nga viti 2021-25. Çfarë ka ndryshuar? Edhe prapë se prapë bjen prej qytetare i retorikave boshe dhe populariteteve propagandave të ndryshme. Që ne në realitet kemi 3 grupe për pikpamjen e temave të cilët kanë kundërthënie. Është një pjesë e madhe qytetare, pa marrë parasysh këty një statistikë që thonë, po ne jemi dëshmitar dhe është një numër jashtëzakonisht shumë i madh të papunësuarve në Kosovë, e fatkeqësisht që kemi një numër të madh të cilët janë nëpër skema të ndryshme sociale dhe pensionale. Është grupa parë. Është një grup jo shumë e madhe e zyrtarëve publik dhe të punësuar në sektorin privat, e të cilët realisht sipas trusit ku paguhen ato, diku është se 350. Japin shifra të ndryshme 400, po është trusi ai që paguhet edhe diku 350-360.000. Dhe grupa tretë është emigracioni jonë. Këtu është e problemi që unë shoh një kundërthënie mes këtyre 3 grupeve. Janë disa njerëz në Kosovë që thjesht nuk kanë interes për me punua. Kanë interes me qenë nëpër skemat ndryshme. Dhe beso kur i njihun tu i thonë që unë do votoj filan subjekti se mi ka dhënë kaq mjete në fund vitit ose ndrysh ose këtu, unë ose ma ka rrit pensionin për 30 euro, ose ma ka rrit shtesat e fëmijëve për 50%, po të thuja shifrin, mos më thuj 50%, ja kam rrit 10 euro. Kjo nuk do të na gëzoj neve, sepse ato pare nuk janë pare individuale e askuj, janë taksat tona. Na paguajmë taksa për me na u kthye përmes shërbime dhe ofrimeve tjera. Pastaj është pjesa dytë që janë sektori publik dhe sektori privat, që me thonë drejtën, sektori publik që ndron keq. Kohëve të fundit ne jemi dëshmitar që paga mesatare është diku ka 650. Dhe është e vështirë sektorin publik, shërbimi civil me ja dalë deri në fund mujt për arsye sepse na kemi stagnim pagave, rritje çmimeve, por rritje edhe të jetesës. Kështu që është problemi të gjitha tjerat. Çmimet nga ushqimi deri te veshmbathja janë çmime që domethënë rriten në mënyrë rapide. Kurse paga është stagnuar dhe tash, siç ndoshta dini, që nuk është planifikuar me këtë projekt buxhetin që propozoi zoti Kurti, nuk ka qenë propozuar rritja pagës, që ka qenë shqetësim për neve. Dhe është tjetra janë emigracioni që realisht ata kanë një dashni të jashtëzakonshëm për ne si Kosovë, për arsye se kanë dhënë një kontribut jashtëzakonisht çmueshëm, por nuk janë njerëz të cilët jetojnë dhe ballafaqohen me këto probleme. Dhe nga njëherë thëmë drejten, sikur nuk e kuptojnë realitetin këtu. Pa marrë parasysh vullnetin e mirë, qëllimin e mirë, por nuk mund të realizohen ëndrat e tyre, tu jetu në Gjermani, e tu vendosë për në Kosovë. Kosovë dhe Gjermani janë diametralisht shumë largë. Zoti Koshe, tani u shkriu një realitet i cili ndëgjohem edhe në për studio televizive, në opinionet të ndryshme të njerëzve, që në premtimet zgjedhore lejohet të thuhet çdo gjë se janë premtime zgjedhore. A është kjo në sazat e normales, që të del një lider, një subjekti politik, dhe çfarë t'i bie në mendje, t'i ofron qytetarët sepse është fushat zgjedhore dhe nuk kemi përgjegjësi dhe llogaridhënie. A duhet të jetë premtimi zgjedhor që duhet të mbajtur dhe përgjegjësia ndaj atij liderit që nëse nuk i zbaton ato gjatë qeverisjes,
të ndëshkohet se po ku me votë. Mashtrimi është mashtrim. Nuk ka titull tjetër, nuk ka ngjyrë tjetër. Kudo që të thosh, kudo që veprosh, kudo që çfarë periudhë ti jesh, mashtrimi është mashtrim. S'po duhet të flas, ta përdor një shprehje tjetër, po sinqerisht është për më ardh keq. Dhe unë konsideroj dhe apeloj që duhet të ndëshkohen të gjitha ata liderë dhe ato parti politike të cilat japin premtime që nuk i mbajnë. Dhe duhet i thuhet shumë qartë, ati lideri i cili nuk i vije keq nëse del qëllimisht tenton me mashtru për një grusht vota ose me thonë të pavërteta për një grusht vota. Vetëm atëherë ne jemi të fortë dhe japim mësim të gjithë këtyre liderëve. Mashtrimi është mashtrim. Dhe thjesht ky popull nuk e meriton më mashtru. Nuk e meriton. Ka dhënë shumë, është sakrifiku shumë dhe tash të vish pa kur farë ndërgjegje dalësh dhe të mashtrosh është e pa jo korrekte dhe unë apeloj që thjesht ky lloj i leadershipit që është krijuar në Kosovë padyshim që duhet jo vetëm ndëshkohet, por duhet largohet nga skena politike. Nuk duhet i jepet shans njerëzve mashtruesin parti politike, që fatkeqësisht unë e shoh shumë dhe unë jam i shokuar edhe me formën se si avancojnë këta njerëz, por unë e shoh edhe një pakujdesi edhe tek gjitha partitë politike. Thjesht pa kur farë kriteri vish vendos në listë edhe delaj premton gjithçka edhe se si kandidat që krijon një farë imazhi jo të mirë tek qytetari. Shumë edhe një element tjetër, zakonisht në fushata zgjedhore, që i njëjti premtim që ndodhet para 4 vitesh, përsëritet nuk është realizuar as 1%, përsëritet i njëjti premtim para qytetarëve. A është tallë kjo para qytetarëve, apo si po shohin këtë? Jo, në 2-3, po ndoshta e kena me 5-6 palë zgjedhje që proklamohet dhe thuhet që me ardhen pushtet do filloj me zbatimin një shembull ligjit mbi sigurimin shëndetësor dhe ajo është një pavartetë, është një mashtrim eklatant që u ka bën qytetarë dhe njerëz që ka nevojë dhe nuk e kanë realizuar. Thjesht gjuma dhe diskursi i mashtrimit dhe të thënie se pavartet këtu është bën mod. Është absurde, është përbesën shumë absurde si ka mundësi të votohet dikush që realisht mashtron. Si ka mundësi që një parti politike 2 ose 3 parë zgjedhje del dhe ta proklamon që do ta bëjnë filan ligjin, asnjëherë nuk e bën. Ne jemi dëshmitar, unë kam qenë një prej hartuesve ose një pjesëmarrës në komision për hartimin e marrëveshjes së përgjithshme kolektive. Dhe besoni që ne kemi qenë 2001-ën, 2005 tani jemi tash në vigjilë 2006 dhe ai draft ligj nuk është bën. Secila që del thot komu bën është ligji mbi sigurimin shoqëror, janë disa skema pensionale, janë ligji i policisë për pensionim të parakohshëm, janë shoqëni zjarfiksat e Republikës Kosovës që për mendimin tim janë herën, sakrifikojnë jetën e tyre për me shpëtue familjen e të mirat materiale, sot nuk e kanë të rregulluar çështjen e tyre. Secila sa herë kanë ardhur me premtime, kena me rregullu. Gjatë fushatës shkojnë i kontaktojnë, i thojnë, shkojnë e kërkesa, shkojnë problemet hallet e juja, kena me trajtu, kena me bën kur. Do më thonë, këtu është aja gabimi ose aja diskursi që nuk ka ndëshkueshmëri. Dhe kjo është gabim. A ka mbetur një fije shpresë, themi kështu me ironi, që vetëm zgjedhjet qytetarit të mendojnë që ka me marr një 100 euro apo ka me lëviz paga apo ka me marr një ndihmë, diçka vetëm në prag të zgjedhjeve. Edhe pse po shohim që çdo palë zgjedhje, në prag të zgjedhjeve ndodhet që natën e zgjedhjeve të bëhet pagesa o për student, o për familjet me nevoja sociale të tjera, bën pagesat, po ashtu premtohen edhe rritje të pagave çdo herë në fushatë zgjedhore. Pse po kalon në këtë trend, këtë formë të qeverisës? Po kjo, na diskutuam në fillim, kjo ka kriju këtë lloj votuesi në shoqërinë tonë. Për arsye se e kanë keq përdor citatën jo të mirë ekonomike. Ne kemi dalë,
numerikisht kemi 26-27 vjetë, po janë shumë shkurt për ato që kemi përjetuar. Kemi familjar, kemi thjesht stres, gjithë ato dhe i kanë keq përdor. Dhe thot, unë kam vendosur me t'i dhënë 100 euro studentit, pensionistit, ati, po mas pari ti nuk i vendos, sepse ato pare nuk janë tuat, janë pare të taksa paguesve qytetarë. Dhe ti duhet ta rregullosh me liçashtin. Jo ta kryesh një shoqëri të varur për ndihmave sociale. Ti i blen votën. Dhe kjo besoni ka më kthy bumerang. Ka më kthye aty në partia politike që mirën me kësaj far kalkulime ka më kthy bumerang. Sepse thjesht ti ka krijuar një varësi i vetëdijshëm. Jo bre, mos e thuj, unë e kam dëgjuar kohën e fundit qeverinë edhe kryeministrin Kurti edhe ministrin rreth pagës së 13 tek zyrtar publik. Po jemi që të marrëm përkundrazi, ka qenë kërkesë e jonja, sikur në gjithë vendet e botës të aplikohet edhe paga 13 si një stimul për festat e fundvitit edhe është gjithçka në rregull, por problemi është para pagës së 13 zyrtar publik, shërbimi civil, policia, shëndetësia, arsimi, zjarr fiksat, të gjithë që punojnë në sektorin publik kërkojnë rritje të pagave. Aja rrit 30%, aja rrit 50%. Unë du me ligj, nuk du me qenë servil i askuj ose me shpresu api mi jep, a nuk mi jep. Kretë Kosovën sot pyetja kryesore është apo ndan shtesa apo ndan qeveria ka 100 euro në fund vitit. Dhe kjo përbesë është për të ardhur keq. Sepse është parë qytetarit ajo. Nuk ka drejt askush luaj me parën e qytetarit. Edhe në këtë zgjedhje janë pothuajse me dallime të vogla. Listat e zgjedhore, po ashtu edhe kandidatët për kryeministër nga secili subjekt politik janë të njëjtit. Apo shihni si një reprizë e zgjedhjeve të 9 shkurtit në këtë garë zgjedhore. Realisht, kjo është vazhdim i fushatës zgjedhore që nuk është ndërprej, 5 zgjedhje dhe 9 shkurtit. Ne vazhdimisht jemi ballafaquar me fjalën zgjedhje dhe erdhëm deri ku erdhëm. Po, këto nuk shoh në far ndryshimi absolutisht. Unë vetëm du me besu që janë mushmen, dhe do duhet më mushmen, për arsye se Kosova qytetari nuk e meriton një trajtim tyne për kapriço dhe inate tyne personale. Unë du me besu që këto zgjedhje kanë me prodhur një qeveri, kanë me ullë diskursin dhe zhargonin çfarë kanë përdorur gjumës dhe kanë me ofruar një qeverisje të mirëfillt. Në kundërten, kjo kish me qenë jashtëzakonisht shumë katastrofike, për arsye se në mars, në qoftë se nuk bëhet qeveria dhe institucionet shpejt, në mars Kosova është në kollaps, për arsye se bllokohen komplet financat, nuk ka paga, nuk ka shërbime, nuk mund realisht i ki diku mbi afërsisht 80.000, 90.000 zyrtar publik që jesin pa paga. Dhe rrjedhimisht pastaj bjen në kollaps edhe vetë sektori publik, privat. Prandaj këto nuk do t'ja lejojmë partitë politike, do të mendojnë mirë, do të jenë korrekt, edhe do të më marrë si mësim ato që ka ndodhur. Zoti Gashi, kemi njëjtit kandidat, por realisht secili që deklarua tani posaçërisht në këtë prag të zgjedhjeve e tregon apo munduhet të josh qytetarët që ne jemi më të mirë, me neve bëhet kjo, me neve ndryshon. A ka ofertë serioze qytetari i Republikës Kosovës nga këta kandidatë që janë për kryeministër, apo është parapërsisht e njëjta ofertë, vetëm forma të ndryshme që kërkojnë, besim? Ende nuk e kanë prezantuar programet. Si kandidat për kryeministër. Por si kandidat janë të njëjtë, unë mendoj që këta shka mujnë me ofrua, këta mujnë me ofru që mos me qenë si kanë qenë, mos me përdor retorika, me qenë ma të matur, me qenë ma korrekt, dhe duhet të kuptojnë një herë përgjithmonë që ne jemi shtet demokratik dhe kemi sistem shumë partijak.
Thjesht duhet ta kuptoj secili që këtu duhet bashkëpunohet dhe duhet gjenden gjuma përbashkët për me ofruar qytetarët një qeveri demokratike dhe të mirëfillt. Ata të cilët e mendojnë që nuk do t'i fitoj patjetër 50+1%, thjesht ata kanë një ide të cilat nuk përputhen me demokracitë. Ata janë përjashtues dhe sinqerisht janë për të ardhur keq, sepse ne kemi zgjedhur demokracinë. Dhe ti nuk guxon thush ami mua 50% sepse mu nuk po mlojnë këta, edhe unë ti mbi votoj edhe ti të vendosi vetë për fatën për çdo vendim. Aja është thjesht orientim drejt anarkisë dhe jo demokracisë, dhe kjo unë besoj që nuk do duhet ndodhë në Kosovë. Kosova është vend parlamentar që në kuvend, apo gara tani po bëhet për deputet të kuvendit të Kosovës. I keni po listat që janë prezantuar nga subjektet politike? Ka njerëz, ka profile të ndryshme, ka backgrounde të ndryshme në për parti politike, apo janë të përzgjedhjet e secilit lider partijak? Shqeqar, jo vetëm që janë të përzgjedhën, por realisht dihet edhe tash parafërsisht gati secili njeri që e përcjell pak politikën edhe rrjedhën partive politike, ne dimi këtë kush ka më deputet. Dhe sinqerisht shumë kuadra, shumë njerëz profesionisht, shumë treja që kishin me dhënë jashtëzakonisht një kontribut të madh, kanë me mbetë onësh. Mu vjen keq, por duhet ta them sepse unë mendoj që edhe partitë politike duhet, edhe deputet vetë, disa deputet që kanë me ka 5, 6, 7 mandate, duhet të heken, duhet të hapin se dhojnë në Shqipëri, duhet të hapin krah. Nuk është parlamenti vend pune. Parlamenti duhet të reformohet, partitë politike duhet të reformohet, duhet të binë kodra, na thamë që jemi në kohën kur inteligjenca artificiale vish ka marrë havë. Dhe ne nuk duhet jam mbyllëm dyrt kodra të reja, tu i mbajt njerëz me që 20 vjetë në për parlament. Sepse unë në qofë se kam një kandidat në komunë të caktune që vazhdimisht të kalën deputet, as një re, as një ri nuk ka interes, sepse në realitet e din kush ka më bo. Janë 110 deputet, për besë unë i di për se cilën parti, për një 70% kush ka më bo deputet. Dhe pse më fut në atë listë. Kjo është një thirrje që partitë politike nuk duhet ta theksojnë veç në aspektin shprehimor do të bëjmë reforma. Jo, reforma bëhet kur hapet rrugë kuadrove treja e qerrëmisht në reformë të tillë reflektojnë edhe në Parlamentin e Republikës Kosovës. Në njëjtin parlament e kemi pas sikur që kemi pas të 9 shkurtit. Njëjtin parlament. Pa ndryshime, përjashtimisht vjen keq që do më thotë tek çështja e nismës nuk dihet se si do të rrjedh situata, por partitë vetëvendosje, Partinë Demokratike, Lidhjen Demokratike dhe Aleancën pothuajse që 80% e deputetëve mos më shumë do të janë të njëjtë. Zoti Koshi, Kosova ka shumë probleme, ndërto është edhe kriza financiare, inflacioni, pati një ditë një deklaratë që qytetarët e Kosovës kur s'kan pas pare më shumë në përdore dhe në përzjepa për faktin që po marrin pak, por realisht inflacioni ka bërë veten që edhe ato pare që janë, apo ato mjete financiare, nuk mund, apo kanë vlerë shumë atë oltë sa 4-5 vite. Po marrëm shembull me një shport më herët që ke vlerë me 75 euro, sot me 120 euro e më shumë nuk mund të vlerë. Se e shini këtë, sa pa mundët të përballën punonjësi publik këtu kriza financiare. Që kjo gjua shumë interesante. Unë e shoh kur rriten pagat të e fundit, kur rriten pensionet edhe kur rriten shtesat e fëmijë, dilshin e proklamojshin me përqindje. Sepse të thuhet të rritet 50%, është mendonin sa, 50 euro sa. Ama realiteti që 50% i reflektoj edhe tërë. Dhe këtu të nderuar kush e ka thonë ka parë plot, ndoshta ka thonë kuptimin e pareve në aspektin si send. Por parja ose vlera parës përcaktohet në vlerën e blerjes.
ti mundesh me pas 100 euro, ka 10 euro me bën dhe copa, por qa blen me 100 euro? Problemi është që aja që ka thonë aja nuk ka as idenë dhe si duket është e shkyqur për qytetarëve. Pagat e zyrtarëve publik janë jashtëzakonisht shumë keq. Dhe them drejtën, pagat e zyrtarëve publik, apo më mirë them shërbësve civil, janë paga që i përballojnë qytetarë deri në 15 datën 15 të fillimit muajit. Nuk ka më shumë, nëse nuk e rrodh, nuk ka shans me një pagë shërbësve civil për me dalë në fund muajit. Tu pas parasysh rritjen e madhe të çmimit të energjisë, janë rritje produkteve esenciale jashtëzakonisht shumë, veshmbathja është jashtëzakonisht dhe të gjitha shërbimet tjera. Dhe me një pagë me 650, 700 nuk mundesh me dalë absolutisht. Po ka dhe si njerëz që domethënë pa kurfar përgjegjësie të fjalës del e thot ka parë shumë, po nuk e ka sqaruar në çfarë kuptimi. Ka parë mjaftueshëm në xhepa si letër apo si vlerë. Prandaj nuk duhet me marrë seriozisht këta njerëz për arsye se këta njerëz nuk kanë idenë, edhe unë them njerëz të tillë janë rastisht në pozita çfarë janë, tu i shfrytëzu linjat të ndryshme politike, po për ndryshe në realitet me qytetarin nuk është. 28 dhjetor është caktuar data e zgjedhjeve, pikërisht 2 ditë para natës festive të vitit të ri, ku zakonisht fundi i vitit bëhet një llogaritje e punës një vjeçare që ka kaluar. Qytetarët e Kosovës e kanë mundësinë të bëjnë llogaritjen sa kanë përfituar nga klasa politike dhe si e shihin pjesëmarrjen dhe reflektimin e qytetarit të Kosovës karshi përgjithësisë dhe llogaridhënia ndaj politikanëve tanë. Spari në fund viti the do të ulemi të bëjmë para llogarit. Ky pushtet fund viti nuk ka nevojë me ul fare. S'ka nevojë për raport se viti 2025 ka qenë veti i mospunës edhe veti i dështuar. E që rrjedhimisht dështimi për formimin e institucioneve i bie që qytetarët nuk kanë marrë shërbime. Qytetarët janë shumë keq edhe në aspektin ekonomik edhe në aspektin social edhe janë të demoralizuar, por sido që të jetë ne si shoqëni një jemi të fortë edhe i përballojmë. Pjesëmarrja, ne shqiptarë, partitë politike kanë krijuar numrin e tyre, antarësinë e tyre dhe mund me nxjerr për dallim për tjera që ta shohemi për arsye se në këtë periudhë do të kemi edhe shumë qytetarë të Republikës së Kosovës që jetojnë jashtë që do të vinë dhe kjo mund ta bëjë një diferencë, por sido që të jetë unë pres që do të ketë ndryshim, unë pres që këto zgjedhje do prodhojnë në zgjidhje të balancuar, ku realisht do të mendojnë mirë partitë politike edhe para, dyta dhe treta, edhe katërta, se si duhet veprohet dhe unë besoj që e thash edhe më herë që kjo që ka ndodhur do të jetë mësim për ta. Unë mendoj që patriot, adhetar, a që dënë Kosovën sinqerisht dhe seriozisht, duhet t'i lej anash këtë gjumë, këtë ndasi, edhe t'ja shtin dorën njëri tjetrit, edhe të themelojnë institucione për të mirën e qytetarëve. Ka çaq shumë halle, sa beso mu bon gjithë dhe me kriju një gjumë unifikuese edhe vështirë për me dalë, e jo me shku të fragmentizuar, sikur si kemi qenë deri tani. Zoti Gashi, faleminderit për kohën dhe opinionin edhe. Ishte kënaqësi e respekte. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.